Në ditën e 3 të 28 dhjetorit të epopesë së ushtrisë çrimtare të Kosovës, sikurse edhe çdo vit tjetër, mbahet manifestimi tradicional Nata e Zjarreve. Fllimi i familjes Jashari është flakadani që e përhapi luftën çrimtare. Anë e mban Kosovës, tha kryeministri Albin Kurti në Akademinë Përkujtimore të organizuar në 28 dhjetorin e epopesë së ushtrisë çrimtare të Kosovës. Fllimi i familjes Jashari ishte flakadani që e përhapi luftën çrimtare anë e mban Kosovës. Ishte ngjarje që ndau më dysh rrjedhën e historisë. Pas flimit të Jasharëve në shtëpinë e tyre në Prekaz, shqiptarët e kuptuan që ecja e bërë marshim nuk ndalej dot më. Masakrat në fshatrat e Drenicës, Likoshan, Qirez më pas në Prekaz, goditën familjen shqiptare vijën e fundit të qendresës. Paqja në Kosovë ishte pamundshme, lëvizja paqësore ishte pamjaftueshme. Kishte ardhur koha e luftës për lirinë kolektive, sepse vetëm Republika e Pavarur do të sillte paqen e vërtetë. Epopeja e luftës së Jasharëve i tregoi armikut serb se UÇK-ja nuk mund të mposhtej përsa kohë që mbështetej nga populli. Për ta mbajtur Kosovën e pushtuar, serbitët i duhej të përzinte krejt popullin shqiptar. Në emër të familjes Jashari, Zahide Jashari tha se me dhimbje dhe krenari duhet të kujtohen të gjithë fëmijët e rënë gjatë luftës në Kosovë. Ajo shtoi para të pranishmëve se brezi i ri i Jasharajve po rritet në hijen e lavdisë dhe sakrificës. Ata mbetën ëndra të ndërprera në mes, buzëqeshje të ndalura padrejtësisht, i të pajetuar. Por pikërisht në këtë dhimbje lind përgjithësia jonë si brez i ri. Ne jetojmë edhe për ta. Ne mësojmë dhe punojmë edhe në emër të tyre. Çdo arritje jona duhet të jetë vazhdim i ëndrave që atyre ju mohua. Çdo sukses i brezit ton duhet të jetë dëshmi se sakrifica e tyre nuk ishte e kotë. Kështu kujtimi për ta nuk mbetet vetëm plagë në ndërgjegjen tonë, por shndrohet në zotim se liria e fituar me gjak do të mbushet me dije, me drejtësi dhe me dinjitet. Të dashur të praneshëm, një dietar i lartësisë shprehur se kur uji bie në dhe, shndërrohet në baltë, ndërsa kur gjaku bie në dhe, shndërrohet në atë dhe. Në këtë thënie qëndron e përmbledhur historia jonë. Atë dheu është i larë me gjakun e bijve dhe bijave më të mira të tij. Prandaj ai nuk është thjesht tokë, është amanet, është besë, është përgjegjësi brezash. Në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, pushojnë trupat e Jasharëve të vrarë me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998.